Kreu manovra të rrezikshme dhe aksidentoi 5 qytetar, arrestohet shoferi në Tiranë. Kreu manovra të rrezikshme me automjet në rrugë, përplasi 5 këmbësor. Braktisi automjeti në vendin e aksidentit dhe u largua kape dhe vjet në pranga 39 vjeçari. Bllokohet automjeti tip Audi dhe 39 vjeçari ju vu mas plotësuese heqje lejes së drejtimit. Sipas specialistëve për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë nr. 5, në bashkëpunim me shërbimet e qarkullimit rrugor, kapën dhe arrestuan shtetasin PB 39 vjeç banues në Kamëz. Dje në rrugën Halit Axhia, shtetasi PB, duke drejtuar automjetin tip Audi, ka kryer manovra të rrezikshme, për pasojë automjeti ka dalë nga rruga duke përplasur 5 shtetas këmbësor, të cilët morën ndihmë mjekësore në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.